Një incident i rëndë është regjistruar mbrëm në burgun e sigurisë së lartë në Domokos, Greqi, ku një i burgosur ka mbetur i vdekur pas të shtënave me armë zjarri brenda ambienteve të institucionit. Sipas mediave greke, ngjarja nisi kur një i dënuar me burgim të përjetshëm u drejtua drejt zyrës së drejtorit të burgut me qëllim eliminimin e tij. Në zyrë ndodheshin drejtori i institucionit si dhe dy të burgosur të tjerë, mes tyre një shtetas bullgar i dënuar për vrasjen e biznesmenit Yanis Makris në Vula, si dhe Alket Rizai. Sipas informacioneve paraprake, fillimisht ka pasur një përplasje verbale që më pas ka degraduar në konflikt fizik. Në rrethana ende të paqarta, një armë zjarri është përdorur gjatë incidentit dhe i burgosuri që dyshohet se kërcënoi drejtuesin e burgut është qelluar për vdekje. Raportohet se i burgosuri me origjinë bullgare ka ndërhyrë në përpjekje për të mbrojtur shefin e rojës, ndërsa arma është gjetur në duart e tij. Autoritetet po hetojnë për të zbardhur detaje se si arma ka hyrë në ambientet e burgut, një çështje që konsiderohet thelbësore për hetimin. Një ekip nga prokuroria e Athinës pritet të zhvillojë hetime të detajuara në burgun e Domokos, ndërsa do të analizohen edhe pamjet e kamerave të sigurisë për të sqaruar rrethanat e plota të ngjarjes. Pyetja kryesore që mbetet ende pa përgjigje është se si një armë zjarri arriti të futet brenda një burgu të sigurisë së lartë.